Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj të flas për një nga vajzat në fakt që po thumbon rjetet, Selin Bullati, The Pink është nofka e saj, do me thënë vajza Pink. Në fakt është një nofkë që erdhi ngjitur nga Gimbo. Siç duket, pas përfundimit të Big Brotherit, pas asaj merite që Selin mori, do me thënë me shumë forcë, me shumë dashuri arriti që të merr vëmendjen e të gjithë shqiptarëve, Selin Bollati tashmë po e shijon dhe po e jeton momentin e bukur të suksesit të arritur. Gjithmonë, me thënë, suksesi duar trokitet, suksesi është arma më e bukur dhe ne e shijojmë dhe e jetojmë atë në momentin kur publiku na e pranon. Dhe pikërisht në këtë rast, Selin i është pranuar vërtet suksesi dhe publiku është shumë pro suksesit të saj. Selina siç duket po bën një jetë lukse, me makina të mira, me kushte të mira, po vozite një super Audi dhe preferon që të shëtitet në vendet egzotike tashmë verore. Selina do me thënë gjatë kohë ka qenë në Prishtinë, atje ku me Gimbon edhe kanë kaluar çaste fantastike, por tani ka kthyer në Tiranë. Më pyesin shumë, në fakt kam shumë komente, Tiron çfarë mendon për planet të Selin, ndryshe nga personazhet e tjerë, nga informacionet që unë kam, Selina nuk ka plane gjatë sezonit veror, do me thënë të gjitha planet e saj që kanë të bëjnë me medien, që kanë të bëjnë me emisionet, që kanë të bëjnë me prezencën televizive, janë të lëna pas sezonit veror, do me thënë Selin do të starton që në shtator, me pa tjetër, nuk e vënë në dyshim që televizioni Top Channel do ta ketë në shënjestër Selinën për t'i besuar një rrugtim të bukur dhe për t'i besuar një super emision Selinës. Të gjithë në fakt janë sy e vesh për ta parë këtë moment, por Selina siç duket nuk është se e ka shumë në plan kryesor rikthimin në media, sa njëherë e ka në plan kryesor dashurinë dhe momentet. Me Gimbon janë çifti më real, unë e kam thënë gjithmonë, do me thënë Selina diti të tregon që është shumë e vërtet si çift me Gimbon, po e jeton marrëdhënie shumë bukur dhe po e shijon marrëdhënien në të gjitha dimensionet, do me thënë në gjërat po kalojnë perfekt në lidhjen e saj të dashurisë. Selina duket që është pozitive dhe kështu që nga shtatori, do me thënë energjinë e bukur të Selinës, do ta duar trokasim të gjithë ne.